Tensionet në rjoll të velipojës nuk janë shuar. Ato po shtypen me forcë. Sot, situata degradoi në përplasje fizike mes banorëve dhe forcave të sigurisë, në një zonë ku gjykata e apelit u ka dhënë të drejtë qytetarëve. Megjithatë, në teren po veprohet sikur vendimet e drejtësisht nuk ekzistojnë. Banorët akuzojnë hapur policinë e shtetit se po mbron interesat e biznesmenit Bashkim Ulaj, duke ushtruar presion dhe forcë ndaj atyre që kundërshtojnë punimet. Ngjarja e sotme ishte e drejtë për drejtë dhe e zonshme. Një punonjës i Berçani Security ka goditur me grushte 2 protestues, banor të zonës që po mbronin pronën e tyre. Dhune ndodhi në sytë e efektivëve të policisë, të cilët nuk ndërhyn për të ndaluar agresorin. Mëtej, në vend që të ndalohej personi që ushtroi dhunë, policia e shtetit shoqëroi 7 banor në komisariat, ndërsa punonjësi i sigurisë private u largua pa asnjë pasojë. Banorët e quajnë këtë një anshmëri të hapur dhe mbrojtje të interesave private me uniformë shteti. Për ta, ajo që po ndodh në rjoll nuk është më thjesht konflikt për tokën, por demonstrim force kundër qytetarëve që kërkojnë të zbatohet vendimi i gjykatës. Ta nuk kanë vaj për zotën, ta i paguaj e i hori atje nërë, pa hori që ka në toka jonë. Në toka tonë këtu. Në arë më rështë me ne, se në këna hafë, këtë për në ka bitë toka, në ka në gjyshit tonë, tu të lapim jetën të tonë, kush ka tokën? Vitë këta punëtorë që nuk janë punojës të shtetit dhe vinë me uniformat të shtetit se pagun nga genër dyshi, e kam personale me ne. Dhe këtu do të përgjigjet ministri a brendshme që lejon merçante e genër dyshit me ardhë me uniformat të shtetit. Një punojës i Security Berçan që punon për genër dyshi këtu, a i u bën presion banorëve, do gjuni po deshe, pasta i shan, i gjun dhe i shtyn. Një ditë ka shty dhe një nga gazetarët i ka hedhë kamerën në ujë. Do vazhdojmë çdo ditë se kjo është prona jo dhe derisa dalin e drejta ne këtu do jemi. Berçani sa security, dhe policia po mbron ka goditur një shtatë vjeçar me grysht. Dhe shteti nuk merr masa, neve na çon çdo ditë nëpër burze, kët nuk arrin me arrestu dot. E mbrën shteti kriminalin, i vjen një 17 vjeçarit gyrë. Po ka dy të për tonë, se s'ko ashtë, tonë hajdu të këto. Vinim kopin kërën me përdolejt, me mashinë shishete, po këtu duhet bërë me push.